Procedura e tenderit për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano në Durrës është anulluar pas kritikave të bëra nga dhoma amerikane e tregtisë. Sipas raportimeve mediatike të kësaj të mërkure, arsyeja e anullimit lidhet me faktin se kompania e vetme e mbetur në garë, Arqirodon, nuk dorëzoi ofertën financiare brenda afatit të përcaktuar, i cili përfundonte më 9 mars 2026. Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pasi dhoma amerikane e tregtisë i dërgoi një email kryeministrit Edi Rama, duke i sugjeruar të rishqyrtojë projektin e portit. Mesazhi u dërgua nga kreu i kësaj dhome, Grant Van Cleave, i cili paralajmëroi se ndërtimi i një porti me kapacitete të kufizuara në Durrës mund të dëmtojë seriozisht funksionimin e korridorit 8, një projekt me rëndësi të madhe për transportin dhe lidhjen rajonale. Në email theksoi se ndërtimi i porteve është një vendim strategjik që ndodh rrallë dhe se gabimet në planifikimin e tyre mund të ndikojnë zhvillimin e një vendi për shumë dekada. Sipas Van Cleave, nëse porti në Porto Romano realizohet me kapacitetet aktuale të parashikuara, korridori 8 mund të mos funksionojë si duhet, ndërsa flukset e mallrave në Evropën juglindore do të vazhdojnë të orientohen drejt porteve të Pireut dhe Selanikut, duke lënë Shqipërinë jashtë rrjetit kryesor logjistik mesdhetar. Për këtë arsye, dhoma amerikane kërkoi shtyrjen e tenderit të planifikuar për 9 mars, në mënyrë që projekti të rishikohej në përputhje me kërkesat strategjike dhe ekonomike, përfshirë edhe ato të NATO-s dhe të korridorit 8. Ndërkohë më herët kryeministri Rama kishte deklaruar se projekti i Porto Romanos ishte një plan strategjik dhe se kundërshtit ndaj tij vinin edhe nga rivaliteti mes vendeve të rajonit. Ai ishte shprehur se projekti do të realizohej pavarësisht përpjekjeve për ta bllokuar. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se procedura e tenderit është ndërprerë.